Viti rishkollor ka nisur me një rregullore më të rreptë sa i përket përdorimit të telefonit në ambientet e shkollës, por pasi kanë kaluar 2 muajt e parë të fillimit të vitit të rishkollor, tashmë mësues dhe nxënës thonë se është më e lehtë të zhvillosh procesin e mësimit pa praninë e celularit. Nxënësit e shkollës së mesme me orientim gjuhësor Asim Vokshi çdo mëngjes para nisjes së mësimit lën telefonat në dollapet e klasës, të cilët administrohen nga mësuesit kujdestar. Brunilda Marku, mësuese kujdestare e një prej klasave të 11-ta në këtë shkollë, tha se fillimi ishte i vështirë, por tashmë është kthyer në rutinë. Sfidë ka qenë në fillim për ne, sepse nxënësit sa ishin kthyer nga pushimet verore, telefoni e dim gjithë që është një mjet që ata e mbajnë gjithmonë me vete, por na rezultoi një sfidë me rezultate shumë të suksesshme. Që me fillimin e vitit shkollor, ne kemi bërë një takim me prindër, është bërë një orë rregullore shkollës dhe fal dhe bashkëpunimit të tyre, kjo si nisëm ka funksionuar shumë mirë. Edhe për nxënësit në fillim lënia e telefonit ishte e vështirë. Në gjithë kishin një çik si gogol kur morën vesh se telefonat nuk janë më të lejuar në procesin mësimor, por u përshtatëm goxha mirë dhe goxha shpejt me këtë rregull. Madje te klasa juaj e keni bërë vetë raftin? Po, rafti ishte ideja i njërit nga nxënësve të klasës tonë, dhe jemi e vetmja klasë në shkollën tonë që e kemi një sistem të tillë. Normalisht edhe klasat e tjera i dorëzojnë telefonat në mëngjes, por në një mënyrë tjetër. Por tashmë pas 2 muajve nga nisja e shkollës, nxënës e mësues thonë se procesi i mësimit është më i qetë. Përballë kemi nxënës më të vëmendshëm, më interaktiv dhe nuk na duhet shpesh ta përsërisim atë fjalë ish telefonin, më dëgjoj. Tani dhe atmosfera është më e qetë në klasë, mësuesi nga më të lehtë, e thënë drejtën, dhe nxënësi si thash është më interaktiv, më i vëmendshëm ndaj orës mësimit. U ambientuam me këtë rregull të ri dhe tani është më shumë si ndjesi lehtësie kur e lëm telefonin në mëngjes. Thjesht fokusohemi 100% tek mësimi dhe tek shkolla dhe s'kemi nevojë të shqetësohemi për problemet e jashtme. Sipas të dhënave nga drejtoria e gjimnazit Asim Vokshi, deri më tani janë marrë masa të lehta për nxënësit të cilët nuk i dorëzojnë telefonat në fillim të orës dhe më pas vjen në dieni i prindrit, por nuk ka raste të përsëritura.